te letëri do të jetë sponsor i ekipit kombëtar. Sa kushton? Ne na ka ndodhur për treguar një histori tek një gjop që ka marrë Federata Shqiptare e Futbollit, ka qenë një tarif 6.000 euro për një e shkruara tek çanta e doktorit Macron, ishte më e madhe se sa centimetrat e lejuar, u mat me metër, siç matet çdo gjë. Imagjinoj si mund të jetë turbuar Armando kur Duka është presidenti kur ka parë gjopën. Ne besoj që ja kemi faturuar Macronit atë gjë, sepse Macroni do të ishte shumë më i kujdesshëm. E keni tequar te Macroni këtë gjë. Macroni do të ishte më i kujdesshëm në këto rregullore. Pra ne kemi kaluar nga ku do na fusi, ku t'ja fusi. Pikërisht. Nëse për shembull kemi evoluar dhe ne si popull nga ato pamjet e 93-shit pozitive. Nëse Hotel Letër do donte të ishte sponsor i ekipit kombëtar për ndeshjen për një ndeshje të caktuar, për një event të caktuar. Sponsor funksionon me paketa. Me paketa. Paketa më modeste, sepse ndërkohë do ishte biznes modest, pavarësisht se është i madh në gjërësi. Jo, do duhet të reklamonte tek ledi perimetral, sepse sponsori i ekipit për një ndeshje nuk bësh, do të bësh për gjithë edicionet. Ledi perimetral. Po, aty ku kalojnë ato, e di ku do doja për tarifat Gjergji do ju ndihmoj patjetër me kontaktin e djalit të ri që ka ardhur në federat. Është shumë legend. Jo, nuk i di. Sigurisht nuk i di sepse dini ku mendojnë që sigurisht që siç do reklamosh me Andorrën dhe me Letonin, do paguash tarifa tjera me Serbi dhe me Anglinë. E di ku është për mendimin tim mënyra më e mirë për të reklamuar biznesin në një stadium futbolli, gjë që kësaj radhe e pash bosh edhe më erdhi Gjunak. Gjunak thuhet, po më erdhi Gjunak që nuk ishte shfrytzuar si hapësirë. Atje mund të rritesh shumë mirë vetëri, po dhe në centri të vështirë pse jo.